Për sa i përket pyetjes nëse ato që quhen qeveri teknike në historinë e Shqipërisë pas komuniste kanë qenë një zgjidhje apo nuk kanë qenë të tilla, zgjidhje apo jo të krizave që i kanë paraprirë, përgjigjja sigurisht do të ishte edhe do të kërkonte hollësi dhe analiza të hollësishme, po nëse do të flasim në një mënyrë të përgjithshme, unë do të thosha se ajo çka unë mendoj bazohet tek një libër që kam botuar për median politika dhe shoqëria në Shqipëri nga 1990-ta deri në fillimet e shekullit tonë. Dhe këtu unë jam përpjekur të bëj një paraqitje historike dhe filozofiko-politike të ngjarjeve sociale në Shqipërinë në asaj kohe. Nisur nga këto analiza, unë do të thosha se ka pasur disa tentativa krijimi i qeverish teknike, apo ta themi gjoja jo politike në Shqipëri, siç ishte qeveria e stabilitetit që u vendos në Shqipëri në drejtimin e zotit Ylli Bufi në qershor të 91-shit, pastaj në dhjetor të 91-shit nga kriza që rezultoi nga dalja e Partisë Demokratike nga qeveria e stabilitetit, kemi qeverinë teknike të Wilson Ametit, zotit Wilson Ameti. Pastaj mbas krizës së rënies së piramidave financiare në mars 1997 kemi qeverinë e pajtimit kombëtar të drejtuar nga zoti Bashkim Fino, dhe pastaj kemi në 2017-ën, mbas marrëveshjes së majit Basha-Rama apo Rama-Basha, kemi një qeveri e cila drejtohej nga zoti Edi Rama, por brenda tij kishte zonës kryeministë dhe ministra të propozuar nga Partia Demokratike, dhe e pesta si tentativë që, si thua, kërkohet, është ajo që kërkon opozita tani në vitin e fundit për një qeveri teknike në kushtet aktuale. Duhet thënë që e para që këto qeveri vërtet quhen teknike, por quhen teknike për arsye se kanë pasur një mandat të kufizuar politik për të administruar, si thua, vendin në një farë mënyre minimaliste për gjërat më themelore të përditshme dhe për ta çuar vendin në zgjedhje, kurse nga pikpamja e përbërjes asnjëra nga këto qeveri nuk kanë qenë teknike, dhe prandaj unë them që është e pamundur të ketë qeveri teknike, dhe këto qeveri, pavarësisht se brenda kanë pasur dhe aktor sociopolitik edhe të pavarur, ato kanë qenë të formuara nga njerëz të cilët në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër kanë qenë të lidhura me dy partitë kryesore. Ajo çka unë doja të theksoja është se këto parti kanë ardhur, këto qeveri kanë ardhur kryesisht nga një kontradikt. Cila është kontradikta? Që në realitet, nga pikpamja e lëvizjes së masave, e lëvizjeve qytetare apo fuqisë empirike, si thua, opozita ka qenë më e fortë, më e fuqishme, kurse nga pikpamja juridike, parlamentare, administrative, qeveria ka pas sunduar. Ky ekuilibër midis dy anëve, nga njëra anë forca empirike reale, protestat, demonstrimet, demonstratat, dhe nga ana tjetër shumica parlamentare, nuk kanë qenë në të njëjtin, si thua, aks, në të njëjtin anë, kanë qenë në anë të kundërta, dhe si rezultat i kësaj kanë dalë këto qeveri që kanë qenë kompromise, siç është ajo qeveria e Ylli Bufit, siç është qeveria e Wilson Ametit dhe qeveria e pajtimit kombëtar. Kurse qeveria ashtu quajtur, si thua, e përbashkët apo hibride e formuar në maj të 2017-s, sipas marrëveshjes Rama-Basha, ajo kishte për qëllim që të rezultonte me zgjedhje të pranueshme nga dy palët, gjë që dështoi dhe nuk u realizua.
Kurse nga pikpamja e sotme, ne duhet dim që kërkesa e opozitës për të kërkuar, për të marrë qeveri teknike, fillimisht ishte për të bërë zgjedhjet, kurse tashti vërtet është e njëjta kërkesë, por s'ka të bëjë me kërkesën e 6 muajve përpara apo 1 viti përpara, sepse ka të bëjë me gjykimin e saj se skandalet, korrupsioni e kanë bërë të tillë që kjo qeveri sipas opozitës nuk mund të jetë më në timon të drejtimit çështjeve të vendit. Pra kemi një çështje të tjetër, krejt tjetër, një qëndrim krejt tjetër. Çka dua të them që të gjitha këto qeveri kanë ardhur së rrezet i krizave, por dhe e kanë lënë krizën të funksionojë dhe të rivazhdojë, kanë qenë si lloj një reset i një sistemi politik i cili nuk ka mundësinë e si thua ripërtritjes, rigjenerimit, të ribërjes mandateve për drejtuar, pra nuk ka mundësinë e rikrijimit të energjive politike të vendit, shkon deri në një pikë ku ai bllokohet dhe sjell kriza të cilat sigurisht menaxhohen nga këto qeveri të quajtura teknike, por që në fakt nuk janë të tilla, janë më shumë qeveri kompromisi, të cilat duke lënë sistemin në fuqi bëjnë, siç na tregon eksperienca mbas 4-5 herës, e rifillojnë përsëri një gjendje krize, duke bërë atë që quhet jo një progres politik të Shqipërisë, por një gjendje ciklike të krizave brenda qeverisjes politike të Shqipërisë. Për sa i përket pyetjes tuaj nëse krijimi i këtyre qeverive të t'i quaja të ekuilibrit, apo të kompromisit, apo kalimtare, dhe që janë quajtur teknike, po termi teknike, si të gjithë termat ideologjik që përdoren, janë bosh pa përmbajtje dhe janë të gënjeshtër, a janë këto shenjë pjekurisë politike? Unë mendoj që nuk janë. Këto janë tregues se si sistemi politik në Shqipëri, për mua sistemi kushtetues, dhe unë nuk preferoj përqasjen aktoriale, pra nuk jam në atë këndvështrim që përgjegjësinë e gjej tek aktorët politik, pavarësisht se në asnjë mënyrë nuk e mohoj përgjegjësinë e tyre të madhe, por loja e aktorëve politik, pra e partive politike, është shprehet në një sistem kushtetues caktuar, dhe unë mendoj që ky sistem kushtetues i caktuar është defektoz dhe shpreh kësaj janë dhe që për 4-5 herë në historinë e këtyre 30 vjetëve krijohen kriza qeverisje politike dhe politika kërkon t'ja hedhi topin pastaj gjoja shoqërisë, por në fakt në mënyrë të fshehur dhe të manipuluar e kontrollon vetë, bën një kompromis që nuk quhet kompromis, nuk quhet një qeveri e përbashkët, një bashkëqeverisje e përkohshme, por në mënyrë kalimtare, në fakt është e tillë për të rifilluar ciklin tjetër politik. Pse nuk është një shprehje e pjekurisë e para, pra sepse ne jemi në një sistem politik që historia e ka treguar që funksionon vetëm nëpërmjet krizave, pra shkon deri në fundin, deri në ekstremin e vet dhe aty bien kolaps, dhe në mënyrë të tillë që pastaj duke nxjerrë jashtë loje në një farë mënyrë parlamentin, bile unë do të thosha edhe kushtetutën, nëpërmjet një negocimi, një marrëveshje gentlemanësh apo një marrëveshje që pastaj kalon edhe në kuvend, ndërton një qeveri e cila së dyti nuk ka mbështetje kushtetuese, sepse kushtetuesa e Shqipërisë, sikurse ju e dini, nuk e njeh as qeverinë në krizë, as qeverinë teknike me mandat kufizuar, por sigurisht as nuk e pengon, por nuk e njeh, dhe në një moment caktuar mund të thuhet që, si thua, është një qeverisje që jo e parashikuar në këtë mënyrë standarde normative nga kushtetuta.
Pastaj unë do të thosha që shprehje e papjekurisë politike ose e një sistemi që akoma mbas 30 e ca vjetësh nuk ka gjetur mundësinë që të funksionojë si duhet, për arsye sepse zgjidhja nëpërmjet qeverive gjoja teknike apo të përbashkëta apo të kompromisit bëhet sepse faktorët e tjerë që duhet kontrollojnë krizën, qeverisjen, që duhet kenë ekuilibrin ndaj parlamentit, siç është presidenti i Republikës, organet e gjyqësorit apo drejtësisë apo të tjera, nuk kanë atë pavarësi nga politika në mënyrë që të ndërhyjnë dhe për të bërë zgjidhjet që duhen. Domethënë të gjitha pushtetet në një farë mënyre janë të pandashme në Shqipëri dhe nuk kanë autonominë që një krizë të caktuar politike ta zënë presidenti i Republikës të kërkojë shpërndarjen e parlamentit apo të marrë masa të tjera ose të krijohen situata zgjedhjesh të lira nga Komisioni Qendror Elektoral, zgjedhor, apo që të drejtat e qytetarëve të ruhen nga sistemi gjyqësor. Duke mos funksionuar këto sisteme, atëherë është ajo që, siç e quan Raymond Aron, një filozof francez i viteve mbas luftës së dytë botërore, është një sistem që funksionon, sistem politik që funksionon nëpërmjet krizave. Dhe nga kjo pikpamje është shumë i rrezikshëm dhe krijon gjithmonë ngërçe të mëdha dhe krijon humbje energjish, dhe politika e cila duhet zgjidhë problemet e shoqërisë është ajo që krijon probleme për shoqërinë dhe në një moment të caktuar, në një farë mënyre hipokrite, i thot shoqërisë tashti merre zgjidhe krizën që unë kam krijuar, që e kam krijuar ndërkohë që funksioni im dhe jam paguar për ta menaxhuar shoqërinë. Këtu jemi në një paradoks, në një farë mënyre, në një lloj absurditeti të historisë shqiptare të këtyre 3-4 dekadave të fundit, dhe kjo duhet ta bëjë dhe duhet i bëjë politikanët edhe si thua politologët, intelektualët, shoqërinë civile të arsyetoj për të hyrë në thelb të asaj që ndodh, sepse një qeveri, sikurse kërkohet tani, që qeveri teknike me një mandat 1 vjeçar, mundet që të krijojë element dhe kriza të pa parashikueshme, dhe që të realizohet kjo do të duhen disa kushte, disa garanci shumë të mëdha, pa të cilat një zgjidhje e tillë do ishte një aventurë ku askush nuk mund ta dinte se edhe në këtë situatë tepër të acaruar gjeopolitike ndërkombëtare se çfarë rreziqesh mund të përmbante dhe ku do ta çonte vendin. Pra, në këtë situatë unë do të thosha se këto qeveri janë pikërisht shprehja e jashtme, simptoma e jashtme e mos funksionimit normal të brendshëm të sistemit kushtetues qeverisës, i cili si gjendje normale ka gjendjen e krizës dhe të kolapsit.